Një sy sigurie është shtuar përgjatë rrugëve dhe pjesëve të ndryshme të kryeqytetit. Kamerat CKTO janë të vendosura në shumë pjesë të Prishtinës për t'i monitoruar shkelësit eventual të rregullave të trafikut. Një staf i veçantë qëndron në dhomën e vëzhgimit 24 orë në ditë, kështu le të identifikojnë kundërvajtësit. Me qëllim preventiv të parandalimit të aksidenteve trafikut, të kundërvajtësve tjerë, të incidenteve të mundshme cilat po i shihni edhe që po ndodhin brenda qytetit, ne i kem kamerat të vendosura tash, kem staf të mjaftueshëm, që monitorohet për 24 orë gjendja në kryeqytet, vëzhgohen kundërvajtësit. Shoferët do të gjobiten atëherë kur nuk respektojnë semaforin, nuk rreshtohen në shiritin përkatës me kohë për te i kalim të shpejtësisë si dhe kundërvajtje tjera. E gjoba do t'ju shkojnë me post secilit shkelës. Rreshtim me kohë apo nuk bëjnë distancë apo nuk respektojnë udhkryqjen, për gjitha këto fotografohet, i bashkangjitet një fotografi dhe personat fillimisht do të ftohen përmes telefonit apo gjobat do t'ju dërgohen përmes postës. Aktualisht në kryeqytet funksionojnë rreth 160 kamera. Ky projekt është në vazhdimsi, ende nuk u vendos kamera shtesë. Unë konsideroj që për fillim janë mjaftueshme, për fillim me qenë se janë duke vendosur të tjerat. Monitorimi me kamera si dhe shqiptimi i gjobave, sipas ekspertit të komunikacionit Nol Dedaj, është hap pozitiv për rritje të sigurisë në trafik. Kamerat e sigurisht se i kanë dy role, njëun e kanë për sigurinë komunikacion rrugor dhe njëun e kanë për siguri publike, që luajnë një rol të jashtëzakonshëm sidomos nëpër qytete, po edhe nëpër rrugët nacionale, në autoudhë dhe rrugët regionale. Vetëm brenda 48 orëve, Drejtoria e Policisë në Prishtinë ka regjistruar mbi 70 tiketa, flet paraqitje ndaj kundërvajtësve fal këtyre kamerave.